zhvilluar procesin e dezinsektimit në qarkun e Fierit. Është një proces i cili zhvillohet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Fier, kryesisht në zonat legatinore bregdetare, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me operatorin ekonomik. Fokusi jon kryesor janë kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të indonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat e mushkojnë, burim infeksioni. Zakonisht jemi në luftimin e mushkonjës tigër, e cila bën të përhapur, është vektor kryesor për përhapjen e sëmundjeve infektive. E famshmja e fentanilit, ajo është ka? Një nga sëmundje, por mund të shfaqet dhe malarie, mund të përhapi malarien, janë njësër një... Pra është një mushkonjë, një lloj specieje që shkakton sëmundje infektive. Bën të mundur përhapjen e sëmundjeve infektive. Që ta kuptojmë, pra duke pickuar njerëzit, ajo shkakton përhapje të sëmundjeve infektive. Ndërkohë, kemi dhe atë ruajtjen e ekuilibrit, pra ju përdorni metoda biologjike? Përdorni metoda biologjike për luftimin e këtyre... Për luftimin e për larvat. Për luftimin e... Për të luftuar këtë mushkojnë... Mushkojnë përdorin metoda të biologjike për ruajtjen e biodiversitetit në radhë të parë dhe pastaj për luftimin e larvave dhe mushkonjave. Këtu në këtë fazë jemi në luftën ndaj larvave, apo jo? Po, jemi në luftën sot jemi në procesin e dezinsektimit. Një ditë më përpara kemi bërë monitorimin entomologjik, kemi ardhur, kemi numëruar larva që ndodhen në kanal, dhe më pas, sot do bëjmë procesin, dhe më pas është edhe një fazë 3 që quhet monitorim entomologjik pas procesit, që ne verifikojmë që ky proces ka rezultuar suksesshëm apo jo. Okej.